12 mars. Kur poçari është për ne. Mjera ai që I kundërvihet atij që e ka formuar. Një fragment enësh balte me fragmente të tjera të enëve prej balte. A do t'i thot argjila atij që I jep formë, ç'po bën? A do të thot vepra jote nuk ka duar? Isaia 45:9. Madhështia e Perëndisë lartësohet kur e shohim atë përmes lenteve të krijimit, ex nihilo, nga hiçi. Ai e urdhëron asgjën, ajo I bindet dhe bëhet diçka. Nga hiçi ai bën argjilën dhe nga argjila na bën ne, enët e Zotit, Isaia 45:9. Zotërimin e tij të destinuar për lavdinë e tij në varësi totale ndaj tij. Pranoni që Zoti është Perëndia, na ka bërë ai dhe jo ne vetë. Ne jemi populli I tij dhe kopeja e kullotës së tij. Psalmi 103. Është përulëse të jesh një dele dhe një enë të cilat I përkasin dikujt tjetër. Sot në mëngjes po lexoja tek Isaia dhe zbulova një deklaratë tjetër rreth madhështisë së Perëndisë. Kur e lidha këtë me fuqinë absolute të Perëndisë dhe me të drejtat e tij si krijues, në zemrën time ndodhi një shpërthim. Bum. Isaia 33:12 thot: Zoti në madhështinë e tij do të jetë për ne, për ne, për ne. Krijuesi është për ne dhe jo kundër nesh. Duke pasur gjithë pushtetin në gjithësi si dhe gjithë të drejtën absolute për të bërë siç I pëlqen me atë që ka krijuar, ai është për ne. Asnjë sy nuk kishte parë ndonjë perëndi tjetër veç teje, që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Isaia 64:4. Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Romakëve 8:31. A mendon dot për diçka që me të vërtetë të ngushëllon, të jep siguri dhe të kënaq më tepër se sa fakti që Zoti në madhështinë e tij është për ty?